nga Samueli në libri i parë i Samuelit, kapitulli 27 nga fillimi. Libri i parë i Samuelit, kapitulli 27 nga fillimi. Davidi tha në zemër të tij: një ditë ose një tjetër unë do të vritem nga dora e Saulit, prandaj nuk ka asgjë më të mirë për mua se sa të shpëtoj kokën në vendin e filistejvet. Kështu Sauli do të heqë dorë të më kërkoj akoma në të gjithë territorin e Izraelit. Kështu do të shpëtoj nga duart e tij. Prandaj Davidi u ngrit dhe shkoi bashkë me 600 njerëzit që kishte me vete te Akishi, bir i Maokut, mbret i Gathit. Kështu Davidi qëndroi me Akishin në Gath, ai vetë dhe njerëzit e tij, secili me familjen e vet. Davidi me 2 bashkëshortet e tij, Izraelitja Ahinoama dhe Karmelitja Abigail, që kishte qenë gruaja e Nabalit. Pastaj e njoftuan Saulit që Davidi kishte ikur në Gath, dhe ai nuk e kërkoi më. Davidi i tha Akishit: në rast se gëzoj hirin tënd të më jepet një vend të banoj, pse duhet që shërptori yt të banoj me ty në qytetin mbretëror? Kështu atë ditë Akishi i dha Ciklagun, për këtë arsye Ciklagu u ka përkitur mbretërve të Jutës deri ditën e sotme. Davidi qëndroi në vendin e filistejvet 1 vit e 4 muaj. Davidi dhe njerëzit e tij niseshin dhe bënin plaçkitje në vendin e Geshuritëve, në Girzitëve, të Amalekitëve. Këto popullata banonin prej kohrave të vjetra në këto vende, duke ushtrirë nga Shuri deri në vendin e Egjiptit. Davidi e shkretonte vendin dhe nuk linte gjallë as burr as gra. Pastaj merrte dele, lop, gomar, deve dhe rroba dhe kthehej dhe shkonte tek Akishi. Kur Akishi e pyeste: ku keni plaçkitur sot? Davidi i përgjigjej: kundër jugut të Judës, kundër jugut të Kenejvet. Davidi nuk linte gjallë as burra as gra, sepse mund të qonin lajme dhe thoshte: mund të japim njoftime mbi ne dhe të thonë: kështu ka bërë Davidi. Kështu veproi ai gjatë gjithë kohës që qëndroi në vendin e filistejvet. Kështu Akishi i besonte Davidit dhe thoshte: ai u bë i urrejtshëm nga populli i Izraelit dhe kështu do të jetë gjithmonë shërptori im. Kapitulli 28. Ato ditë filistejt mblodhen ushtrinë e tyre për të luftuar Izraelin. Atëherë Akishi i tha Davidit: dije mirë që do të dalësh të luftosh bashkë me mua, ti dhe njerëzit e tu. Davidi ju përgjigj Akishit: ti me siguri ke për të parë atë që do të bëj shërptori yt. Atëherë Akishi i tha Davidit: mirë, pra unë do të bëhem roje personale për gjithnjë. Samueli kishte vdekur dhe gjithë Izraeli e kishte qarë. E kishin varrosur në Rama, në qytetin e tij, dhe Sauli kishte përzën nga vendi me djumet dhe shortaret. Kështu filistejt u mblodhen dhe erdhën të fushojnë në Shunem, ndërsa Sauli mblodhi tërë Izraelin dhe fushoi në Gilboa. Kështu Sauli i kërkoi këshill Zotit dhe Zoti nuk ju përgjigj as me anë të ëndrave, as nëpërmjet urimit dhe as me anë të profetëve. Atëherë Sauli u tha shërptorëve të tij: më gjeni një grua që të jetë me djume, me qëllim që unë të mund të shkoj tek ajo për t'u këshilluar. Shërptorët e tij i thanë: ja, në Endor ka një grua që është me djume. Kështu Sauli u vesh ndryshe për të mos u njohur dhe u nis me 2 burra. Arritën tek ajo grua natën dhe Sauli i tha: bëj një shortari për mua, të lutem, me një seancë spiritizmi dhe më thirr atë që do të them. Gruaja ju përgjigj: ja, ti e di çka bër Sauli, ai i ka shfarosur nga vendi me djumet dhe shortaret. Pse i ngre një grack jetësime
për të shkaktuar vdekjen time, atëherë Sauli ju betua në emër të Zotit duke i thënë: ashtu siç është e vërtet që Zoti rën, asnjë ndëshkim nuk do të kesh për këtë. Gruaja i tha: cilin duhet të nxjerr? Ajo i tha: më nxirr Samuelin. Kur pa Samuelin, gruaja bërtiti me zë të lartë, dhe gruaja i tha Saulit: pse më mashtrove, ti je Sauli? Mbreti ju përgjigj: mos ki frikë, çfarë shikon? Gruaja i tha Saulit: shoh një qendje mbi njerëzore që ngrihet nga toka. Ai e pyeti: ç'formë ka? Ai u përgjigj: është një plak që po ngjitet dhe është mbështjell me një mantel. Atëherë Sauli kuptoi se ishte Samueli, u përul me fytyrë për tokë dhe ra përmbys. Samueli i tha Saulit: pse më shqetësove duke bërë që të dal? Sauli ju përgjigj: ndodhem në një ankth të madh, sepse filistejt më luftojnë dhe Perëndia është larguar nga unë, dhe nuk më përgjigjet as me anë të profetëve, as me anë të ëndrave. Prandaj të thirra që ti të më tregosh se çfarë duhet të bëj. Samueli i tha: pse këshillohesh me mua nëse Zoti është larguar nga ti dhe është bërë armiku yt? Zoti veproi ashtu siç kishte thënë nëpërmjet mejet. Zoti e shkëputi mbretërinë nga duart e tua dhe i ia dha një tjetri, Davidit. Sepse nuk ju binde zërit të Zotit dhe nuk zbatove në jetë zemrimin e thellë të tij kundër Amalekut, për këtë arsye Zoti të bëri sot këtë gjë. Zoti do ta jap edhe Izraelin bashkë me ty në duart e filistevet, nesër ti dhe bitë tu do të jeni me mua. Zoti do të jap gjithashtu ushtrinë e Izraelit në duart e filistevet. Atëherë Sauli ra me një herë përse gjati për tokë, sepse ishte trembur shumë nga fjalët e Samuelit. Ai kishte qenë edhe më parë pa fuqi, sepse nuk kishte ngrënë tër atë ditë dhe tër atë natë. Gruaja ju afrua Saulit dhe duke e parë të tmerruar fare, i tha: ja shërptora jote ju bind zërit tënd, unë vura në rrezik jetën time për të bindur fjalëve që më the. Prandaj dëgjo, edhe ti zërin e shërptores sate dhe lërmë të ve para teje një copë bukë. Ha, sepse kështu do të marrësh fuqi për të rifilluar rrugën. Por ai refuzoi dhe tha: nuk do të ha. Por shërptorët e tij bashkë me gruan ngulen këmbë dhe ai i dëgjoi. Kështu ngrit nga toka dhe u ul në shtrat. Gruaja kishte në shtëpi një viç të majm, e theri shpejt, pastaj mori mielin, gatoi brumin dhe përgatiti disa bukë pa maja. I vuri këto ushqime Saulit dhe shërptorëve të tij dhe ata i hëngrën, pastaj u ngritën dhe u nisën po atë natë. Amen, fjalës të Zotit. Kanë mbetur 16 muaj vetëm, derisa të bëhet mbret Davidi. Perëndia me të vërtet bëri gjëra të mëdha në jetën e Davidit 2 herë. 2 herë e dha Saulin në duart e tij duke i thënë që bëj çfarë të mendosh. Dhe u vërtetua Davidi ato ditë se bënte gjithë vullnetin e Perëndis, ashtu sikur se nuk donte të prekte të vajosurin e Zotit. Që të 2 herët. Të parën herë mundësisht e ndeshkoi zemra e vet dhe tha: përse të mos e vras? Por përfundimisht mbizotroi frika e Zotit në te. Kurse të dytën e herë, me mënyrë të pastër, Perëndia me të vërtet i ja dha në duart e tij Saulin, i cili ishte i rrethuar nga ushtria që kishte me vete, sikur se kishte zënë një gjumë i thellë të gjithë nga Perëndia. Dhe kështu Sauli e kuptoi se Davidi është i bekuar, do të bëjë gjëra të mëdha dhe mundësisht ja tha, do të jetë më i fortë se ai dhe përfundimisht Davidi shkoi në rrugën e vet, kurse Sauli në vendin e tij.
Dhe tani këtu vjen koha pra që të bëhet ndryshimi i madh, përsëri i udhëzuar nga fryma e shenjtë. Domethënë, nga një moment e tutje, pas stërvitjes që Sauli i beri Davidit, Davidi tani më udhëzohet dhe drejtohet gjithmonë nga fryma e shenjtë. Nuk bën ç'të doj, nuk bën sikur të mendoj dhe nuk bën sikur t'i pëlqej, por gjithmonë me udhëzim të frymës të shenjtë vepron në jetën e tij. Dhe është e mrekullueshme se 16 muaj kanë mbetur që të vritet Sauli dhe të bëhet mbret Davidi. Davidi këtë nuk e din. Kështu mori një vendim, duke qenë i udhëzuar plotësisht nga fryma e shenjtë, thotë do të ngrihem të shkoj tek Akishi, kishte qenë edhe përpara disa vitesh, por Akushi nuk e pranoi, pati frikë që ta pranonte, bëri sikur ishte i marr, sepse kishte shkuar pa udhëzim të frymës të shenjtë, dhe kështu e ndoqi Akishi. Por tani Akishi, mbreti i filistejvet, e bëri të pranueshëm Davidin, e pranoi domethënë, sepse tani më bë e njohur se ishte armik i Saulit dhe armik i Izraelit, derisa ishte armik i Saulit. Dhe kështu Akishi e pranoi me shumë gëzim që të jetë pranë tij, dhe nga që ishte edhe i fortë Davidi, e vuri pranë tij dhe mundësisht i propozoi që të bëhet komandant i rojeve të mbretit. Por Davidi kishte tjetër udhëzim nga Perëndia. Nuk kishte udhëzim që të shkojë të luftoj me filistejt, të jetë në krah me filistejt. Nuk e dinte plotësisht se çfarë do të bëhej, por e dinte shumë mirë se Perëndia e çoi atje. Dhe nëse Perëndia të dërgon dikund, Perëndia do të jetë me ty. Rezultati ishte shumë serioz. Davidi kërkoi nga Akishi një vend që të rrinte në një zonë që të jetë bashkë me burrat e tij, 600 burra me gratë dhe me fëmijët e tyre, dhe Akishi i dhuroi një zonë, Ciklagun, i cili që atëherë mbeti në pushtetin e Judes, të Izraelit pra. Dhe tani e tutje vazhdon rruga e re e Davidit dhe plani i ri i Perëndisë, të cilin nuk e njeh Davidi. Sa bukur që është, vëllezër dhe motra, të drejtohesh prej frymës të shenjtë dhe të mos e dish të ardhmen. Në Dhjetën e Re sigurisht na i thot pak ndryshe këto Zoti, duke na thënë se fryma e shenjtë na drejton në çdo të vërtetë dhe na zbulon të ardhmen. Dhe është shumë e rëndësishme që të zbuloj Perëndia të ardhmen. Sepse ashtu sikur si i zbulon, ashtu edhe bëhen, dhe falenderojmë Perëndin për këtë. Atje në Ciklag, pra, Davidi bashkë me të 600 burrat që kishte me vete, dilnin dhe bënin plaçkitje kundër geshuritëve, Jezreel dhe Malakitëve. Dhe nuk linte as burr as gru të gjallë që të mos shkojnë të dëshmojnë tek Akishi se ku dilte dhe bënte plaçkitjet. Merrte pra dele, viça, devet dhe gjithë çfarë kishin pasuri dhe ja çonte Akishit. Dhe Akishi e pyeste ku keni plaçkitur sot, dhe ai përgjigjej, këtu duhet të shohim se shumë herë në dhjatën e vjetër, vëllezër dhe motra, njerëzit e Perëndisë thonë gënjeshtra. Dhe është diçka ku është me interes kjo që të mundemi ta shpjegojmë se përse flasin. I thonin gënjeshtrat, tani nuk guxoj ta them, por do ta them, mbase të drejtuar nga fryma e shenjtë. Por është e sigurt se për këtë arsye them mbase, dhe nuk jam i sigurt për këtë, gënjeshtrat i thonin që të bëhej vullneti i Perëndisë në jetën e tyre.
Edhe Abrahami kishte thënë gënjeshtra se Sara ishte gruaja e tij dhe tha se është motra e tij tek faraoni. Tani tek Abrahami nuk ishte ligji akoma, por tek Davidi ishte ligji. Kurse në Dhjatën e Re, gënjeshtrat janë mëkat që të çon në vdekje dhe Perëndia të na ruaj. Zoti të na ruaj. Jashtë janë gënjeshtarët, thot. Jashtë mbretërisë së qiejvet. Ma s'do të them kur gënjeshtra, s'kam thënë kur gënjeshtra. Përgjigja ime personale është se kam thënë gënjeshtra, për në vend kam shku dhe kam kërkuar gjakun e Krishtit, kur e kam kuptuar se çfarë kam bërë, dhe thash se atë që bëra është e papranueshme, kërkoj gjakun e Jezu Krishtit, pendohem, rrafoj mëkatin tim, heqi dorë dhe Perëndia më mëshiron. Dhe nuk them me. Nuk do të them me gënjeshtra. Ne shumë jemi të gjithë fajtor. Zoti të na ruaj, vëllezër dhe motra. Të na ruaj nga çdo mëkat që na çon në vdekje, sepse është mëkat që të çon në vdekje gënjeshtra. Jashtë janë gënjeshtarët, thot fjala e Perëndis. Kush bën dhe don gënjeshtrën, kush e kryen gënjeshtrën, pra kush e thot gënjeshtrën dhe e bën, është mëkat. Pra i thoshte gënjeshtra kishit se kishte qenë në tjetër vend nga ku kishte qenë. Do më thani thoshte se kishte qenë në vendet e Judës, në zonat e Izraelit, dhe Akishi gëzohej sepse shifte dhe kuptonte se Davidi ishte bërë tani më i urrëtur nga populli i Izraelit. Këtu ndalojmë tani që të mund të vazhdojmë përsëri në fillim. Në fillim ku është gjë e madhe. Fillimi i ri do të bëhet nëpërmjet fundit të Saulit. Filistejt pra u ngritën kundër Izraelit që të luftonin. Sauli i pa, u tremb dhe shkoi ashtu sikur se bënin të gjithë njerëzit e Perëndis, leqësisht e menjëri i Perëndis, shkoi të pyes Zotin për këtë çështje. Por as zë dhe as dëgjim, dhe është të tmerrshme të lutesh që Zoti të flas dhe të mos marrësh përgjigje. Kjo do të thotë se diçka nuk shkon mirë tek ti. Ose të japësh ti përgjigjen që është akoma më e keq kjo, sipas zemrës sate apo sipas logjikës sate. Për këtë arsye edhe Zoti jon na thot një gjë shumë serioze që të bindemi plotësisht urdhrave të tij në mënyrë që të jemi dhe shërptor të Perëndis dhe të na zbulohen të gjitha misteret e mbretërisë të qiejvet. Por edhe miq të Krishtit, në mënyrë që të kemi me të vërtet mik tonin personalin ose shok tonin Jezu Krishtin, birin e Perëndis të gjallë. Ma bëhet kjo, derisa e thot fjala e Perëndis, jo vetëm që bëhet, por do të guxoja të them se edhe është edhe shumë e lehtë dhe mjafton vetëm ta besosh. Dhe mjafton ta kërkosh. Dhe mjafton që ta dëshirosh. Sepse po mos të kesh udhëzim të frymës të shenjtë, ecën në errësirë, si i verbër dhe kështu bie. Dhe vuan mundohesh edhe personalisht, edhe familjarisht, edhe në mënyrë në profesionin që bën, Zoti të na ruajë, pra të kemi udhëzim të frymës të shenjtë. Dhe kështu Sauli e kuptoi se nuk është ajo e mundshme që të ketë udhëzimin e frymës të shenjtë. Deri më atëherë kishte përndjekur dhe kishte vrarë të gjithë ato që ishin medium dhe shortar dhe mirë kishte bërë. Vdiq Samueli, qau dhe nuk kishte njeri që të mund të shkonte tani me Sauli të pyeste.
as edhe Samuelit se kishte. Dhe mendja e tij tani më mori rrugë të shtrembër. Pa pendes, pa udhëzim, thot do të shkoj tek një shortare. Dëgjoni, do të shkoj të më flas djalli kjo do të thot. Ma djalli çfarë ka për të thënë? Gënjeshtra do të thot. Si do të drejtoj? Në shkatërrim do të drejtoj. Por nuk kishte zgjidhje tjetër. Dhe kështu mendoj se kjo është zgjidhja ime. Mos ndodhet kjo, vëllezër dhe motra. Zgjedhja jon është një, sikur do t'ua them. Për ulje që të gjesh hir nga Perëndia. Kjo është zgjidhja. Për ulje dhe të kthehemi tek Perëndia. Pendes nuk do të mundte, kur nuk ishte penduar Sauli. Nuk do të mundte Sauli në atë moment të fundit që ishte kaq i tmerruar, të shkonte tek Perëndia dhe të thoshte më fal o Perëndi, të gjitha i bëra keq. Më ndreq o Zot, do të dëgjonte Perëndia, patjetër që do të dëgjonte. Gjithmonë na dëgjon Perëndia. Kur të përulemi, i afrohemi dhe e kërkojmë. Çfarë thot fjala e Perëndis? Nënshtrohuni Perëndis, kundërshtojeni djallin dhe do të ikë. Dhe atëherë do të mund t'i afroheni Perëndis dhe atëherë Perëndia do t'ju afrohet ju. Sauli bëri komplet të kundërtën. Nuk ju nënshtrua Perëndis, nuk e kundërshtoi djallin, por ju nënshtrua djallit. Dhe rezultati ishte tragjik. Pyeti shërptorët, duke thënë, ka ndonjë shortare? Ka, thot, hajde të shkojmë të na thot se çfarë të bëjmë. Ma a je në rregull nga mend të kokës? Shkon tek ato që shohin kafen, ato që hedhin letrat, shkon tek shortaret dhe tek shortaret, tek shtriganet, për të të thënë se çfarë do të bësh. Ma a je në rregull? Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra. Më kujtohet një herë edhe Ana kishte qenë tek një shortare, sepse kishim një qend që e donim dhe humbem. Dhe thot do të shkoj tek një shortare, ta pyes se mos do të ta gjej atë qend. Jo vetëm që nuk i tha, Ana iku dhe u pendua, u kthye në shtëpi dhe tha Zot më fal, s'do ta bëj më. Nuk besonim atëherë, ishim ortodoks, nuk ishim të rilindur atëherë, dua ta them. Ishim ortodoks, që të dy. Dhe kur dikush nuk ka udhëzimin e frymës së shenjtë, mund të bëjë çfarë t'i vije në mendje. Perëndia të na ruaj. Shkon pra, gjen shortaren dhe i thot, përse erdhe tek unë dhe vën në rrezik jetën time, nuk e din se Sauli ka shkatërruar të gjithë shortaret dhe shortaret. Thot, mos ki frikë, të betohem në Perëndin se s'ka për të ndodhur asnjë e keqe ty. Dëgjoni tani, përdor edhe emrin e Zotit. Sa ka rënë, por ky është fundi i tij. Është në fund Sauli. 16 muaj dhe mbaron. Atëherë ajo grua i thot, këndon të ngjis? Thot, dua të më ngjitësh Samuelin. Dhe tani këtu, që nga fillimi e them, se gënjeshtrat e djallit, të cilat janë të dukshme se janë, por bie në kurth djalli dhe zbulohet gënjeshtra, dhe shkoj direkt të gënjeshtra e tij, për të parë se si vepron djalli kur njeriu nuk kërkon udhëzimin e Perëndis. Pasi e pyeti dhe gjoja sikur e solli Samuelin lart dhe i foli Samueli dhe çfarë i tha? Nesër i thot, ti dhe bitë e tu do të jeni me mua. Ma a është mundur
që Sauli dhe bitë e tij të jenë në të njëjtin vend në përqafim në krah të Abrahamit, në dhjatën e vjetër dhe jo në vendin e mundimit, ku duhej të shkonin të cilët me të vërtet shkuan. Dhe ne duke lexuar këtë e dim se djalli gjithmonë bën kurthe duke thënë gënjeshtra. Dhe nuk mund të na zbulohet ne, sepse s'ka gjë të fshehur në ndjell. Të gjitha do të zbulohen. Çdo mendim që ke në mendjen tënde, të cilat nuk janë nga Zoti, do të bëhen të dukshme. Nuk mund të fshehesh. Askush prej nesh nuk mund të fshehet. Të gjitha do të bëhen të dukshme. Për këtë arsye, më të mirën që kemi të bëjmë janë mendimet tona të jenë sipas vullnetit të Perëndisë. Në mënyrë që Perëndia që na don dhe dashuria mbulon një numër të madh mëkatesh, të mbuloj akoma dhe mëkatet tona. Por jo dinakërit tona. I mbulon mëkatet tona, por jo dinakërit tona. Jo zgjuarësit tona. Dëgjoni se që thot. Sot do të jesh me mua, kush flet në atë moment? Samueli? Jo, sigurisht, por një demon i cili bën sikur është Samueli. Don të imitoj Samuelin. Dhe Sauli e besoi. Dhe nuk kuptoi, por e falenderojmë Perëndin, ku për ne të gjitha janë të zbuluara dhe të dukshme. Sot do të jesh me mua ku? Tek Abrahami, ku ishte Samueli, apo në vendin e mundimit, që ishte i pasuri. Por le ta marrim që nga fillimi, ti marrim gjërat. Dhe shortarja thërret Samuelin. Dhe pyeti, kë don të ngjis Samuelin të ngjesësh? Dhe atëherë shortarja, ajo grua, e pa Samuelin dhe thirri me zë të madh dhe tha ajo grua Saulit, duke i thënë: "Përse më mashtrove dhe ti je Sauli? Kush ja zbuloi? Djalli ja zbuloi." Domethënë, zbulesën sigurisht nuk fshehet dot. Ti je Sauli dhe më mashtrove. Dhe tani rrezikohem. Dhe u betua për të dytën herë Sauli, duke i thënë: "Mos ki frikë, por më thuaj çfarë pe." Dhe tani vazhdon dhe përshkruan shortarja se çfarë pa me një mënyrë që të mashtroj plotësisht Saulin. I tha ajo grua, shortarja: "Pash Perëndit të ngjiten nga toka, pra turma demonësh, të cilët i shef sikur Perëndi, që duan të imitojnë Perëndin, domethënë don të imitojë akoma dhe Perëndin djalli. Kjo është puna e tij. Qëndronte pranë Jozeut, birit të Jehocadokut, dhe Zoti i tha: "Zoti të qortov djall. Shporu prej këtu. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra. Sepse djalli sillet rreth e qark gjithë secilit prej nesh për të mashtruar, qoftë e mundur edhe të zgjedhurit. Kini kujdes fjalën të mashtroj, këtë bën tek Sauli. Nuk është i zgjedhur për të ta mashtroj, por mundohet dhe lufton që të mashtroj qoftë e mundur edhe të zgjedhurit. Perëndia të na ruaj." Dhe i tha gruaja Saulit: "Perëndi i shoh të ngjitin. Si është forma e tij?" pyet Sauli. Thotë: "Është një i moshuar që del me një mbështjellje të trupin e tij." Dhe kuptoi Sauli se ishte Samueli
Dhe shkoi dhe e adhuroi gjoja sikur ishte Samueli, por adhuroi në të vërtetën demonin. Pra u porul përpara demonit. Mendja e tij shumë larg. Nuk kupton më se ç'i bëhet. S'mund të kuptoj se një shortare nuk mund të sjell njeriu në shenjtë të Perëndis dhe nuk mundet të kuptoj gjithashtu se një njeri që është në praninë e Perëndis nuk mund të vinë në tokë. Çfarë i tha i pasuri Abrahamit? Çoje i thot të Lazarin tek vëllezërit e mi që t'ju thot të kenë kujdes të mos vinë këtu. Dhe thot, askush nuk mund të shkojë nga këtu atje, as nga atje këtu. Gjithë gabime, gjithë gënjeshtra dhe të gjitha i beson Sauli. Thot, por nëse dikush do të ringjallë do të besojnë. Kanë Mojsiun dhe profetet, nëse nuk u besojnë atyre, edhe të rinjallet dikush, që u rinjall Jezu Krishti, izraelitët s'kan për të besuar, dhe me të vërtet nuk besuan. O Zot Perëndi, të dashur vëllezër dhe motra, kur lexojmë këtë dhe kur lexova në darkë, u tremba. Sa lehtë është që të mashtrohet njeriu. Sa lehtë është. Dhe sa tragjike është të shohësh të mashtrohet gruaja jote, apo të mashtrohet burri yt, apo fëmia yt, dhe të mos mundesh të bësh asgjë. Tragjike është. Dhe Samueli i egërsuar gjoja dhe i mpakur dhe i egërsuar mundësisht gjoja sikur është ashtu, thot, përse më shqetësove dhe më bëre të ngjitem pranë tejet, ma a është e mundur kjo, e? Dhe u përgjigj Sauli, në të vërtetën u përgjigj, thot se gjendem në një dobësi të plotë, se filistejt kanë dalë të luftojnë kundër mejet, Perëndia është larguar prej mejet dhe nuk më përgjigjet me, as nëpërmjet profetëve dhe as nëpërmjet ëndrave. Për këtë arsye të thirra ty që të më tregosh të vërtetën se çfarë duhet të bëj. Dhe shikoni tani, demoni do t'ja thotë të vërtetën. Sa gjë të mërshme është, e? Dhe çfarë i thotë? Zoti përfundimisht bëri të gjitha sa ka folur nëpërmjet mejet. E din pra djalli se çfarë i ka thënë Zoti me anë të Samuelit, Saulit, se nuk ju bindi zërit të Perëndis dhe nuk bëre sipas asaj që të tha kundër amalekitëve. Të gjitha i din djalli se çfarë bëhet. Të gjitha. Dhe i menaxhon këto, dhe mund t'i menaxhoj këto, por tek kush? Tek ai njeri ku zemra të cilit është tradhtare dhe shumë e pabes, dhe nuk interesohet që të jetë në praninë e Perëndis. Dhe atëherë i tha një të vërtet demoni. I tha, a nuk e din se Perëndia është larguar prej tejet? Nuk e din se Perëndia është e pamundur që të përgjigjet me profet, me urimin, me ëndrat, me urimin, me thumimin, dhe përse më pyet mua? Derisa Zoti është larguar prej tejet dhe është bërë armiku yt, përse më pyet mua? Zoti sigurisht bëri ata që tha nëpërmjet mejet atëherë, pra nëpërmjet Samuelit, dhe të dënoi. Dhe gjeti një më të mirë për tejet, Davidin, që do ta bëjë mbret. Dhe sot, jo nuk e thot sot, për nesër thot, ti dhe bitë e tu do të jeni me mua në vendin e mundimit përfundimisht. Dhe jo në pranit, jo tek Abrahami, do më thënë. Sa të mërshme është. Sa serioze është që të di që kur të vi momenti,
të më marrë Zoti, qoftë me vdekjen fizike, qoftë me rrëmbimin e kishës, ku do të jem? Sa serioze është? Ku do të jem? Do të më çoj në parajs, apo do të më lejnë në 7 vjeçarin e Antikrishtit? Do të më çoj në parajs apo në Hades? Dhe të gjitha këto nuk më varen nga Perëndia, por më varen nga njeriu. Do më thënë nga njeriu në shejtërimin e tij, në pastërtinë e tij, në ndërgjegjen e tij, por veçanërisht në kërkimin e frymës të shenjtë. Sepse vetëm kush flet gjuhra të panjohura ndërton veten e tij. Vetëm ngushëlluesi, nga që ne nuk dim se si dhe se çfarë të lutemi. Nuk dim. Për këtë arsye, Perëndia na dha ngushëlluesin, frymën e të vërtetës, që të ndërmjetësojë për ne nëpërmjet pëshëretimash të patregueshme. Dhe Perëndia që e njeh frymën e mendjes, ndërmjetëson tek Perëndia dhe bën shumë më tepër nga sa ne mendojmë apo kërkojmë sipas forcës të frymës të shenjtë. Por kur të mbushemi me frymë të shenjtë, përmbushja jon do të jetë e vërtetë. Çfarë do të thotë i vërtet? Kush flet gjuhra të panjohura, veten e vet ndërton. Por në qoftë se nuk e don vëllain tënd, atëherë je si një cimbal që kumbon. Kjo përmbushje nuk është e vërtetë. Dhe në qoftë se akoma i njeh të gjitha misteret dhe nuk e don vëllain tënd, je një zero. Dhe në qoftë se në qoftë se ndan të gjithë pasuritë e tua tek të varfërit dhe nuk e don vëllain tënd, nuk them që ta urrësh, sepse kush urren vëllain e vet është vrasës, por në qoftë se nuk e don vëllain tënd, asgjë nuk të intereson. E pa vlerë është pra. Por përmbushja jonë me frymë të shenjtë do të jetë e vërtetë. Dhe përmbushja me frymë të shenjtë është vetëm me dashurinë e Perëndisë, atë që derdhet në zemrat tona nëpërmjet frymës të shenjtë. Dhe dhe do ta përsëris gjithmonë, dhe kjo dashuri e Perëndisë atë, dashuria atërore që nuk ka të bëjë as pak me dashurinë njerëzore, sepse dashuria njerëzore është të dua gruan time, fëmijët e mi, të dua edhe disa nga vëllezërit e mi, jo të gjithë, me të gjithë zemërohet, por disa nga vëllezërit e tij, kjo dashuri nuk ka vlerë. I mërzit vëllezërit e tij. Përse? Sepse nuk ka dashuri. Dashuria ka bindje dhe nënshtrim. Perëndia të na jap një dashuri të tillë. Atëherë mbushemi me frymë të shenjtë, por është si një cimban që kumbon. Perëndia të na ruaj, se kur mbushemi me frymë të shenjtë dhe mendojmë se jemi gati për në qiell. Ky është ai që mashtron gjithë faqen e dheut. Përse? Sepse vën në zemrë, bile heq nga zemra jote dashurinë e Perëndisë atë, që derdhet vetëm nëpërmjet frymës të shenjtë, e cila i jep jetë shpresës tonë dhe e bën bekim, dhe duke shpresuar në Zotin dhe vetëm në Zotin, kjo shpresë i jep jetë besimit tonë dhe e bën besim të aktivizuar nga dashuria, dhe atëherë njeriu është me të vërtetë i mbushur me frymë të shenjtë, sepse don edhe armiqtë e tij akoma. Dëgjoni, don ato që e shajnë, që e urrejnë, që akuzojnë, që e mërzitin, që e mundojnë, lutet për ta. Ky është i krishteri i vërtet. Ky do të shkojë në qiell. Po të mos jemi të tillë, atëherë do të mendojmë se do të shkojmë në qiell, por të pa shpresë. O Zot na ndihmo.
Na ndihmo Zoti im. Dashuria është që mbulon një numër të madh mëkatesh. Dhe dashuria ka adorim, ka falje. Dashuria është udha e re që na jep Zoti. Të gjitha e beson, të gjitha e shpreson. Të gjitha. Edhe ato që nuk durohen. Edhe aty ku nuk ka shpreson. Përse? Sepse zotëron brenda ti dashuria e Perëndis atë që është e dhënë vetëm nëpërmjet frymës të shenjtë. Atëherë pra sa serioze është kur të lutemi, se cila do të jetë lutja jonë e parë. Me ndërgjegje, me pastërti, o Zot, mbushë zemrën time me dashurinë tënde atërore nëpërmjet frymës të shenjtë. Mbushë. Dhe sikur se thot fjala e Perëndis, dhe nuk duhet kur ta harrojmë dhe të mos e marrim parasysh, duani armiq tuaj. Bekoni ato që ju mallkojnë. Bëjuni të mira atyre që ju urrejnë. Dhe lutuni në favor të atyre që ju bëjnë keq dhe që ju mundojnë. Ky është i Krishteri. Vetëm ky është i Krishteri. Atëherë do të jeni bi të Perëndis, të dashur, të përsosur, sikur se hati juaj është i përsosur. Dhe çfarë të them? O Zot më bëj të tillë. Mund të bëhem unë, nuk mundem. Pa Krishtin nuk mund të bëj asgjë, mund të bëhem kështu. Nuk mundesh, vetëm Zoti mundet të bëj. Por e din nëse je i tillë, e din në zemrën tënde, përse? Sepse përçmon njërin, përçmon tjetrin, zemrohesh me njërin, shan tjetrin, e gërsohesh me tjetrin, e din se nuk ke shpresë për në hyrjen e mbretërisë së qiellit. E keqe nuk është kjo vëllezër, ta di dhe të mos marr parasysh se nuk kam asnjë shpresë që të hyj në mbretërinë e qiejve. Perëndia të na ruaj. Për këtë arsye ju them, sa herë që lexoj këtë friksohem, tronditem, sepse nuk është se Perëndia don, por pyetja është ti a don? A don të jesh ashtu sikur se është Perëndia? Bëhuni imitues e mi, ashtu sikur se unë jam imitues i Krishtit, thot Pali. O Zot na bëj të tillë. Sepse kemi të ballafaqohemi dhe të ndeshemi me shumë njerëz kundër nesh, armiqësor, jo një herë e dy, por shumë herë. Dhe aty provohet përsosmëria jonë. Bëhuni të përsosur, sikur se Perëndia është i përsosur dhe ecni në dashuri. Kështu pra, Sauli nuk kuptoi asgjë, Samueli iku, Sauli dëgjoi se do të bëhet luftë dhe do të shkatërrohet populli i Izraelit, kishte agjeruar dhe nuk kishte ngrenë gjithë ditën dhe gjithë natën. Agjerim më kot. Përse? Sepse nuk ka dashuri. Ofendon, mërzit të tjerët. O Zot, na bëj të kuptojmë vullnetin të mirë dhe të pëlqyer. Na jep, o Zot Perëndi, mendje. Amen, vëllezër dhe motra. Por edhe pendes edhe kthim, dhe sikur se kam thënë shumë herë, për ulje dhe durim. Bëj durim. Ku? Në të gjitha, ndaj të gjithëve. Për ulje dhe durimi shkojnë bashkë. Nuk mund të bësh durim dhe të mos jesh i përullur, dhe nuk mund të përullësh nëse nuk ke durim. Përulluni në krahun e shtrirë të Zotit, dhe atëherë Perëndia do t'ju lartësoj.
por në kohën e tij. Jo kur të duash ti, por kur të doj ai. Por ki kujdes, gjithë shqetësimin tuaj hidheni tek ai, duke qenë të sigurt dhe me besim se ai interesohet për ty. Kështu pra Sauli i tmerruar, agjerim kot, natën dhe ditën që agjeronte, nuk kishte më tani asnjë shpresë. Shërptorët e vet e bën që të hante, të ushqej, sepse s'kishte forcë të kthehej në shtëpinë e tij, por tani udha e tij është drejt humbjes. Fundi i tij është humbja. Zoti të na ruaj. Vëllezër dhe motra, Zoti të na ruaj. Shpirti jon gjithmonë gjendet në rrezik. E beson? Shpirti jon gjithmonë gjendet në rrezik. Zoti të na ruaj. Sepse që këtu e tutje për Saulin do të bëhen gjëra të cilat nuk i pret Davidi, sepse Davidi çfarë ka në zemrën e tij? Ka në zemrën e tij të luftojë me filistejt, por në favor të Izraelit dhe kundër filistejve. Por Perëndia, do ta shohim në mësimin e ardhshëm, ngrin filistejt që të mos e pranojnë të dalet të luftojë me ta. Dhe si rezultat të bëhet plotësisht sikur se e kishte planifikuar Perëndia. Shkatërrim i Izraelit, vdekje dhe humbje, por sa të mërshme është kjo? Vdekje dhe humbje edhe e Saulit, por edhe bijve të tij. Pema duket nga fruti i tij. Nuk ka pemë të mirë që të bëj fryt të keq, dhe nuk ka pemë të keqe që të mund të bëj fryt të mirë. Perëndia të na ruaj dhe të interesohemi, të kemi kujdes zemrën tonë, mendimet tona dhe çfarë them gjithmonë se çfarë pemet jam. Çfarë pemet jam? Jam ulli i egër apo kam ullin të mirë dhe të plot? Çfarë pemet jam? Jam pemë e egër apo pemë e shartuar me fryt të mirë? Perëndia të na jap fryt të mirë në emër të Krishtit. Amen.